Përshëndetje, mirë se erdhat. Do t'isha vërtet shumë falenderuese në qoftë se më ndiqni, dhe të mos harroni që të ndizni dhe atë që është zilen aty, ndonë që të merrni dhe njoftime sa që bëj video të reja. Atëherë dhe më kam më tepër mundësi që të bëj video edhe më tepër dhe si rretoj të ndaj me ju dhe më tepër informacione. Pra, në këtë rast mbështesim edhe njëri tjetrin. Ndërkohë që nëse dëshironi që të prenotoni shërbimet të cilat unë ofroj, shërbimet me pagesë, këto mund të prenotoni nga numri i WhatsAppit, i cili mund të gjeni të gjitha platformat e mia, të gjitha profilet. Ju lutem më shkruani shërbimet të cilat unë ofroj ose konsulte për më të themi që ofroj janë analizë e hartës, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë. Ndërkohë që mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes si dhe parashikimin në lidhje me tematikat e caktuara në të ardhmen ose zgjidhjen e tyre problematikave. Shenja e peshores. Për shenja e peshores vazhdojmë që të jemi në fazën ku kemi fat, sepse kemi mundësi që të shikojmë fotografin të plot, kemi mundësi që të shikojmë të gjitha detajet dhe mbi të gjitha marrim një mbështetje shumë të madhe nga sistemi. Ju keni qenë një ndërshenjë që mund të keni pasur keni qenë të persekutuar pra, në mënyrë të dukshme, si nga Plutoni i cili ishte i vendosur tek shenja e Bërciapit deri në nëntor të 2024, pas asaj edhe i gjatë asaj kishim edhe nyjen jugore tek ju. Pak më tepër që pas kësaj kaloi edhe ndikimi tek bota e brendshme të tjerë probleme që mund të keni pasur tek karriera, tek shëndeti e të tjerë, kishim shumë probleme, domethënë që erdhën njëra pas tjetrës, në disa raste do mblodhen të gjitha bashkë, ndërkohë që në këtë moment keni fat. Kur them keni fat, nuk do të thotë që nuk keni asnjë lloj problemi në jetën tuaj, do të thotë që bashkë me problemin t'ju vjen zgjidhje të cilat ju bën që të avanconi shumë herë më tepër se çfarë keni qenë, të bëni persona që keni më tepër begati pranë jetën tuaj. Ky është fiks një nga ato hënat të plota. Ndonse kemi shumë probleme, ndonse mund të preket çdo aspekt i jetës, por ju kemi edhe mundësi që të gjitha këto ndikime t'i vini, t'i zgjidhni dhe t'i vini elementet aty ku duhet në mënyrë që të jeni shumë herë më të suksesshëm. Suksesi në të vërtet për ju vjen në zgjidhjen e problemeve që mund të kenë ekzistuar tek shëndeti dhe tek familja. Falë kësaj, keni edhe mundësi më tepër që të fokusoheni tek karriera juaj. Hëna e plot do të ndodh tek shtëpia juaj e komunikimit, prandaj dhe që të mos jeni të nxituar në atë çfarë thoni ka rëndësi. Nga ana tjetër, në atë njëjtën kohë duhet të jeni shumë të kujdesshëm që ajo çfarë thoni nuk vret zemrën e personit përballë. Prandaj fjala kur thuhet duhet peshuar mirë. Në qoftë se ju i bëni hakmarrës, pra përdorni fjalën tuaj për të hakmarrur, për të marrë drejtësinë në dorë, siç është tek peshori ose tek shenja gaforës për shembull, atëherë sistemi ju ndërshkon automatikisht. Ndëshkimi më i madh për ju do të vitë në karrierë, sepse mund të keni një ulje të prestigjit, dhe kjo ulje prestigjit do të thotë automatikisht ulje edhe në të ardhurat materiale. Por në qoftë se jeni gjak ftohtë dhe siç e thash, jeni më të butë në mënyrën tuaj të komunikimit, zgjidhni fjalët mirë, peshoni mirë përpara se t'i thoni, atëherë do ndodh komplet e kundërta. Ju bëni persona që keni më tepër prestigj, madje mund të tregojeni edhe si shembull në gjitha shoqërinë, edhe në shoqërinë ku jeni, po ashtu edhe në karrierën tuaj, në vendin tuaj të punës pra. Zgjidhjet që do të vinë në këto momente brenda shtëpisë janë vërtet shumë të rëndësishme, sepse mund të krijohen disa dinamika shumë negative në qoftë se ju jeni të pakujdesshëm, por nga ana tjetër duke qenë se do të nëse përdorni këtë moment ashtu siç duhet, zgjidhjet që krijohen në këto momente janë shumë afatgjata dhe ju ndihmojnë që normalisht jeni edhe më të lumtur sepse familja ka rëndësi. Shenja e akrepit. Për shenja e akrepit është një ndikim, nuk di nga të filloj domethënë, ka ndikim në çdo aspekt, dhe janë pothuajse të gjithë të lodhshme, të gjitha ndikimet që janë të lodhshme. Një në radhë të parë vlerat materiale dhe vlerat shpirtërore në këto momente janë të dyja duke luftuar me njëra tjetrën. Nuk dim se cilën të zgjedhim. Është e rëndësishme që të jemi të qetë shpirtërisht, apo është e rëndësishme që të kemi të anën materiale dhe të jemi të qetë nga kjo pikpamje pra.
duhet të zgjedhim anën tonë. Shenja e Akrepit, në qoftë se deri në këtë moment nuk e keni zgjedhur se cila është rruga që duhet të ndiqni, jeni të detyruar ta zgjidhni. Domethënë është kusht në këtë momente. Pak më tepër që edhe trupi vazhdimisht jep sinjale. Ku keni probleme, çfarë duhet të bëni, çfarë s'duhet të bëni, duhet ta keni mendjen dhe aty pra. Nga ana tjetër, kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe tek karriera. Prandaj edhe zgjidhem mirë se çfarë do të bësh pra. Karriera në këtë moment, nëse jep sinjale negative, këshillem do të ishte që të bëni disa hapa mbrapa. Në momentin që reagon, vërtet reagimi mund të prishim shumë punë dhe madje mund të keni edhe një ulje në detyrë, si edhe në të ardhur materiale, gjë që mund të shkaktojë që të fokusoni edhe më tepër tek këto lloj tematikash, edhe pse nuk duhet të fokusoni aty. Që të jeni të drejtë në ambientin që ju thonë, çfarë do lloj ambienti, edhe në rrugë po t'jeni dhe të shikoni pa drejtësi dhe të mbani anën e të drejtës pra, ka shumë rëndësi. Në këtë moment shenja e Akrepit është shenja që po testohet më shumë se të gjitha të tjerat. Kjo sepse ka një shërim të plot pas kësaj. Në qoftë se ne nuk jemi agresiv, në qoftë se ne jemi të vetëdijshëm, pra nuk veprojmë në mënyrë impulsive, kjo në plot do të na shpërblej vërtet shumë, sepse është sfida e fundit ose testimi i fundit i sistemit. Pas kësaj shenja e Akrepit bëhet pak a shumë mbret. Shndërrohet në Phoenix ose në shqiponj ose krall kobra, që quhen çfarë doni. Dhe si rrjedhoj bëhet personi i cili e merr jetën e tij në dorë. Si në lidhje me familjen, në lidhje me të ardhurët materiale, me anën e shpirtërore bëhet me vetëdijshëm, lidhja me hyjnorë bëhet automatike. Trupin e tij merr në dorë sepse percepton shumë më mirë se ku i ka problemet brenda anës së tij fizike, dhe mbi të gjitha që ishte pjesa më e bukur, më të themi. Nuk është se kemi më nevojë që të marrim kura nga jashtë. Kjo nuk do të thënë që të gjithë njerëzit do shërojnë pa ilaçe, por e kemi këtë mundësi për shembull. Duke qenë se kuptojmë shumë më mirë se si funksionon trupi jon, energjia jon chi, pra brenda trupit ton, kemi edhe mundësi që ta përdorim këtë lloj njohurish për të shëruar vetë pa përdorur ilaçe dhe të rrisim imunitetin ton. Nga ana tjetër, sfidat që mund të kemi pasur brenda kolektivit, arrim që të kuptojmë se sa të vogla janë në të vërtetë si sfidat, po ashtu dhe njerëzit që i kanë krijuar ato, dhe kemi edhe mundësi që të dalim përtej tyre. Shenja e Akrepit, si rrjedhoj, është shenja më e sfiduar, që testohet shumë më tepër në çdo aspekt të jetës, por është edhe shenja që ka, si rrjedhoj, dhe shpërblime më të madh, në qoftë se zgjedh anën e dritës. Duhet jemi të vetëdijshëm, nuk duhet të bëjmë padrejtësi, duhet jemi të sinqert, duhet të mos jemi agresiv, të mos marrim drejtësinë pra në duart tona, të mos reagojmë ndaj manipulimeve që mund të ndodhin ose të bien prepra e tyre, dhe mbi të gjitha të përdorim atë lidhjen që kemi me hyjnorën, lidhjen shpirtërore pra, dhe intuitën tonë për mirë, për të zgjedhur anën e drejtë. Nuk thash është e thjeshtë, thash që është me mirë, më thonë. Se çfarë zgjidhni është në dorën tuaj. Shenja e Shigjettarit, kjo në plot është tek shenja juaj. E kam përmendur që në fillim deri tani të çdo shenjë që është e vendosur tek një fix që quhet Antares, që do të thënë anti-ares. Arsyeja që është anti-ares, jo sepse është e kundërta e Marsit, pra e ul luftën, përkundrazi, është sepse ngjyra e tij është e kuqe, si yll fix pra. Prandaj dhe sjell luftë në jetën tonë. Sjell probleme, sjell gjakderdhje. Kjo për shenjën e Shigjettarit do të thënë që do të derdhet gjak në pikat të cilat ne në të vërtetë bëjmë gabime. Kjo do të thotë që nëse jemi agresiv, automatikisht do të derdhet gjak. Gjaku nuk është thjesht në mënyrë që do të plagosëm, do të derdhet gjak, në disa raste mund të jetë në mënyrë figurative pra. Si rrjedhoj që të jemi shumë të vetëdijshëm, të mos bëjmë pre e agresionit që po ndodh në këto momente në ambient, sidomos e mashtrimeve dhe manipulimeve që janë drejtuar kundrejt nesh, dhe problemeve që kemi brenda lidhjeve në çift, është shumë e rëndësishme. Në momentin që ne bëjmë impulsiv dhe reagojmë, pastaj mendohemi, shenja e Shigjettarit është shenja që do të ndikohet në mënyrë automatike negative, por në qoftë se jemi gjak ftohtë,
jemi më të drejt kundrejt botës, me më të themi, dhe normalisht mbajmë një farë balance drejtësi edhe në marrëdhëniet që kemi, atëherë e kemi shumë më të thjeshtë në këto momente të kalojmë edhe testimet, një lloj siç është tek shenja e kripit, dhe të bëjmë edhe persona që bëhemi të urtë në kuptim të ditur, sepse zgjedhim dritën, zgjedhim dijen, zgjedhim anën pozitive, pra. Në qoftë se zgjedhim luftën, atëherë luftë do të kemi, pra do të kemi gjatë derdhje. Pikat ku preket më tepër shenja shigjetarit janë familja dhe partneritetet, karriera preket, por më tepër preken këto të dyja. Familja në të vërtet është pika ku mund edhe të mbështetemi, si fillim mund të keq kuptojmë ata ose ata mund na keq kuptojnë ne, kjo është edhe arsye që mund të përballemi edhe me probleme në këto marrëdhëniesh, por në qoftë se thjesht bëjmë një hambra, pas dy nuk na duhen, një hambrapa dhe e rishikojmë edhe një situatën, e kemi shumë të thjeshtë të zgjidhim probleme me familjen. Me partnerët është pak më e vështirë, duke qenë se në shumicën e rasteve do të na duhet që të pranojmë që ne kemi bërë gabime dhe të marrim përgjegjësi dhe të ndryshojmë, të rregullojmë ato. Në këto momente, duke qenë se shenja e shigjetarit është shumë e shtypur nga ana shpirtërore, pra ka vazhdimisht një tension shumë të lartë që vjen nga jashtë, mund ta ketë pak më të vështirë që ta pranoj kur e ka bërë gabim. Dhe mbi të gjitha, një nga anët e errta të shenjës së shigjetarit është që thotë unë i di të gjitha dhe nuk pranon, pra, që të marrë mendimet e të tjerëve, ose nuk e dëgjon tjetrin deri në fund. Kjo është një nga anët e errta të shenjës së shigjetarit, që nga kjo anë plot mund të dalim më tepër në sipërfaqe, prandaj edhe po e them. Pra mund të bëjmë pak më tepër fanatik në mbrojtjen e asaj çfarë kanë thënë ose që kanë bërë. Në lidhje me shëndetin, normal që jeni shenja më ndikuar, preket shumë pjesa e këmbëve tek ju, prandaj mos e egzagjeroni me ecjen, që e thash edhe sot faktikisht është e detyrueshme. Nga ana tjetër, pika ku duhet jeni shumë të kujdesshëm është edhe në lidhje me rrugët kardiovaskulare. Më tepër se tek zemra, faktikisht ju e keni komplet tek damarët, dhe damarët që prekin këmbët, për shembull, ose komplet që nga legjeni poshtë, mund të jenë edhe më tepër problematike, prandaj nëse keni probleme në lidhje me këtë temë, do të shkoni te doktori që të merrni masë. Shenja e bricjapit, nga kjo hënë plot, ndikohet në mënyrë automatike shëndeti, por më tepër preket si edhe tensioni që po kryhet në këto momente. Ju duhet që të bëni disa zgjidhje shumë të shpejta, sidomos në lidhje me fillime të reja, për fillimet e projekteve ose fillimin e lidhjeve, dhe këto lidhje të shpejta në të vërtet mund të jenë të gabuara. Nga një mund të çojnë të ardhur materiale të humbura kot dhe si edhe të kërkoni një trysni shumë më e madhe, sepse ajo çfarë duhet të investoni ose përgjegjësitë që keni, pra mund të mos i mirëmbani dot. Kjo është edhe arsye që kjo hënë plot për ju është e lodhshme. Pika ku mund të mbështeteni janë familjarët tuaj, por sidomos partnerët. Nëse jeni brenda një lidhje sentimentale në këto momente, jeni me fat, duke qenë se këta mund të bëjnë vërtet themeli juaj ose shtylla tek të cilat mund të mbështeteni dhe mund të ndihmojnë edhe që të gjeni zgjidhje shumë më thjesht. Pra, nëse nuk jeni në një lidhje, mund ta keni pak më të vështirë jetën, nëse jeni në një lidhje, mund ta keni pak më të thjeshtë. Për personat që nuk janë në një lidhje, sepse të gjithë janë detyrimisht, do t'i këshilloj që të drejtoheni tek familja, duke qenë se kjo hënë plot ka një kënd pozitiv edhe me Saturnin. Kjo do të thënë që nga prindrit, sidomos nga baballarët tuaj, mund të merrni mendime shumë të vëlyera ose mbështetje në disa raste, e cila ju ndihmon që ta tejkaloni këtë moment më thjesht. Nëse nuk e tejkaloni dot, ose nëse ngicni dhe ngicni sidomos tek padrejtësisë që po ju bëhen në këto momente, këto padrejtësi mund të vinë edhe nga kolegët tuaj, mund të vinë edhe nga njerëz që faktikisht nuk e keni kushtuar shumë vëmendje. Pra, mund të jenë thjesht në rrethin tuaj, nuk është se ka një ndikim të drejtpërsë drejtë. Kjo domosdoshmë do t'ju lodhi shumë dhe mund të ndikojë në mënyrë të dukshme edhe shëndetin fizik, sepse do t'ju duhet që të merreni shumë për të rregulluar gjërat që faktikisht nuk e keni në dorë. Prandaj dhe që të mos fiksoheni dhe të mos e merrni dhe ju drejtësinë në dorë, ka shumë rëndësi.
Në këtë moment nuk duhet të reagojmë, duhet thjesht të vëzhgojmë. Për ju, madje është kur, sepse nuk është se keni shumë në dorë për të bërë. Nëse reagoni, do shkoni nga sistemi, dhe nëse i lini gjërat pas dore, normalisht mund të dëmtoheni. Si redhoj, në këto momente thjesht të vëzhgoni situatën dhe të merrni masa që të mbështeteni tek personat tek të cilët keni besim, ka rëndësi. Dhe mbi të gjitha, në këto momente duhet kujdeseni shumë për shëndetin fizik. Të filloni që të krijoni gradualisht disa rutina të shëndetshme është e rëndësishme, sepse në këto momente shëndeti fizik mund t'ju lërë në baltë. Dhe që të keni një imunitet të lartë për këtë arsye është e rëndësishme. Do t'jetë një ndër ndikime më të rëndësishme edhe gjatë komplet muajit qershor, prandaj që të jeni që në këto momente të përgatitur ka rëndësi. Duhet jemi shumë të drejtë në kuptimin që duhet të themi të vërtetën, në qoftë se kemi bërë diçka të gabuar, sidomos kundrejt partnerëve të biznesit ose kundrejt kolegëve tanë, duhet të marrim përgjegjësi për atë çfarë kemi thënë ose çfarë kemi bërë. Pra nëse kemi bërë tash të themi, duhet të marrim përgjegjësi dhe të marrim masën pas të saj. Duhet jenë disi më të distancuar, të vëzhgojmë mirë situatën dhe të kujdesem për shëndetin. Këto janë tema të cilat janë më të rëndësishme. Nëse ndjeni të nevojshme për përsëris, ata që janë brenda përbën një lidhje mund të marrin ndihmë shumë madhe nga partnerët e tyre, ata që nuk janë në një lidhje nga familjarët mund të merrni një ndihmë më të madhe. Shenja e ujorit është shenjë shumë e ndikuar, duke qenë se Plutoni që është i vendosur në këtë moment tek shenja juaj ka një kënd negativ me Marsin gjatë seanit të plotë. Por nga ana tjetër mund të kemi zhgënjime të shumta që kanë të bëjnë me shoqërinë, sidomos nëse jeni pjesë e një organizate, mund ta ndjeni dhe më tepër. Pak a shumë mund t'ju largojnë nga këto lloj organizatash. Sepse ju mund të keni bërë diçka të gabuar, dhe e dyta vërtet që dikush mund të ketë punuar mbrapa krahëve tuaj. Në këto lloj rastesh, këshilla ime do të ishte që të luftoni për drejtësi. Por kur them të luftoni për drejtësi, nuk do të thënë që të bëheni agresiv, do të thënë që të mbroni të drejtën tuaj. Nëse se ju keni bërë diçka të gabuar më përpara, pra, dhe seri dhe kësaj ju është ndaluar ose jeni hequr nga këto organizatash ose grupime shoqërore, atëherë duhet të mbani përgjegjësi për gabimet që keni bërë dhe duhet vërtet të ndryshoni rrugën për që ecni, duhet jeni më të drejtë, ndërkohë që nëse është bërë padrejtësi, duhet të filloni dhe të mbroni të drejtën tuaj në mënyrë të qetë. Keni një ndihmë shumë të madhe nga sistemi nëse dëshironi ta bëni këtë. Mund të merrni ndihmë nga pothuajse çdo kush, si nga miqtë tuaj të mirë, po ashtu edhe nga njerëzit tuaj të zemrës, nga personat të cilët pak a shumë mund t'i njihni që nga fëmijëria. Jeni shumë produktiv në këto momente, prandaj edhe mund të prodhoni ide të cilat mund të jenë pak a shumë të bëni që të fitoni edhe më tepër, ndërkohë që nëse jeni përballur deri në këto momente me sfida të cilat ju kanë penguar që të arrini qëllimet që keni jetë ose ëndrat tuaja, kjo është një hënë plot e cila do të thotë fillimin e mbarimit të këtyre problemeve. Por normale që edhe ju duhet ta ndihmoni, duhet jeni të drejtë të zgjidhni anën pozitive ose negative, pra anën e drejtë ose të dritën ose errësirën, sipas karakterit ose vendosjeve tuaja në hartë. Në përgjithësi, por përsëris për shenjën e ujorit, në këto momente ndonse shumë e vështirë, kemi një zgjidhje shumë të madhe të shumë problemeve që keni në jetë. Në përgjithësi, personat të cilët janë në fusha që kanë të bëjnë me drejtësinë, me ekonominë dhe me ushtrinë, janë persona që do të ndikohen më tepër tek shenja e ujorit. Ndikimet në përgjithësi janë zgjidhjet e problemeve, por normale derisa të zgjidhen këto probleme do të testoheni në mënyrë të dukshme. Marrëdhëniet familjare nga kjo hënë plot ndikohen në mënyrë drastike, duke qenë se do të kemi ndarjen e shapit nga shoqëria. Nëse marrëdhënia me familjarët tuaj është problematike, mund të kemi dhe zhvendosje për shenjën e ujorit, madje pothuajse të menjëhershme. Por në qoftë se ju jeni më të vetëdijshëm në këto momente dhe mundoheni që të fitoni pak më tepër kohë, që të mos i bëni padrejtësi kujt, pra, atëherë edhe këto marrëdhënie në të ardhmen mund të rregullohen. Nëse i prisni në këto momente, është shumë e vështirë në të ardhmen për të rregulluar. Shenja e peshqve është një shenja e fundit e ndryshueshme.
tek ju kemi një ndikim më pozitiv se ç'ishte tek shenjat e tjera, duke qenë se kemi të vendosur në yjen veriore, e cila është e vendosur tek një yll fiks i cili ndihmon. Ndihma vjen në mënyrë pothuajse automatike sepse të thotë ndihmë hyjnore. Kjo edhe nëse ne përballeni me probleme, do më thënë që keni zgjidhje. Në të vërtetë, në këto momente shenja e peshqve po shkon drejt rrugës të suksesit, keni shumë më tepër mundësi që të hapni shtigje, por kjo nuk vjen vetvetiu. Kjo hanë plot ka kushte për t'ja u dhënë këtë. Një në radhë të parë duhet jeni të sinqert, duhet jeni të ndershëm. Të gjitha gjërat për të cilat keni gënjur, mund të keni mashtruar ose jeni mashtruar, në këto momente jeni të detyruar që t'i pranoni dhe t'i zgjidhni. Nëse se ju vetë jeni persona të cilët keni përdorur një element ose një tjetër që keni pasur në dorë dhe keni mashtruar, manipuluar, automatikisht duhet të jeni të sinqert dhe të mbani përgjegjësi për atë çfarë keni bërë. Sidomos nëse është në lidhje me karrierën, po e nënvizoj. Nga ana tjetër, nëse i keni bërë padrejtësi familjarëve tuaj dhe i keni përdorur në mënyrë edhe të anasjellë, domethënë edhe në këtë pikë duhet jeni të sinqert dhe të filloni që t'ja u shpërbleni, pra kur ju kanë mbështetur ose pra ka shumë të shpërbleni që ju kanë duruar, pra. Në lidhje me shëndetin, shenja e peshqve është ndikuar, por ndikimi në përgjithësi vjen në forma pozitive, që domethënë mund të keni shërim. Pika që ishte më pozitive për mendimin tim tek shenja e peshqve ishte fillimi i lidhjeve të reja sentimentale. Këto lidhje në përgjithësi janë me partnerin tuaj të jetës. Duke qenë se Venusi është i vendosur tek shenja e Gëforës në këto momente dhe për ju përkon pikërisht këtu shtëpia e dashurisë, pra. Dhe mund të thotë edhe hyrja në jetën tuaj e individëve të cilët janë të dërguar nga Zoti ose nga sistemi, pra, partnerët tuaj në të jetës dhe seriozisht mund të krijojnë edhe një lidhje shumë më të shëndetshme. Në përgjithësi për shenjën e peshqve kemi fat në këto momente. Kjo hënë plot është shumë e lodhshme, duhet të jemi shumë të drejtë, sidomos nëse kemi bërë një farë padrejtësie do të ndëshkojmë direkt, por në përgjithësi shenja e peshqve, siç e thash, e ka shumë të thjeshtë të zgjidhë të gjitha problemet sepse ka një ndihmë hyjnore. Okej. Këto ishin ndikimet që kisha për të thënë. Konceptet si twin flames, soulmate e të tjerë më duken koncepte ose konstrukte më të themi pak problematike, jo të shëndetshme, të cilat mund të mbajnë peng edhe brenda lidhjeve të cilat janë toksike, manipulative. Dhe ka shumë persona, kam vënë që ka shumë persona të cilët kanë qëndruar shumë më tepër se çfarë duhet brenda lidhjeve të tilla dhe janë dëmtuar shumë. Prandaj edhe konstrukte të tilla ose koncepte të tilla më duken të panevojshme. Shikoni njeriu, merreni apo s'merreni vesh me atë si person, nëse merreni vesh, okay, në rregull, po nëse nuk merreni vesh, çfarë do lloj titulli të bukur që t'i vini, domethënë nuk merreni vesh. Këto ishin ato çfarë kisha për të thënë për këtë anë të plot. Si e thash dhe përsëris, këtë video mund ta gjeni tek kanali im YouTube. Emri i kanalit YouTube është Astrologe Denisa Shyle. Do t'isha vërtet shumë falënderuese nëse më ndiqni. Vetëm mos harroni që të ndizni dhe atë që është zilen aty, në mënyrë që të merrni edhe njoftime sa që bëj video të reja. Faleminderit edhe një herë. Nëse dëshironi informacione për te këtyre, mund të merrni gjithmonë edhe konsultën tuaj personale. Për ta prenotuar këtë konsult, mund të më shkruani nga numri i WhatsAppit, të cilët mund ta gjeni tek të gjitha platformat e mia. Faleminderit. Pafshim.